Pas skandalit të futjes në Shqipëri të tonelatave mish të kontaminuar me salmonel, dyshohet se ky produkt i rrezikshëm për shëndetin ka përfunduar në tryezat e qytetarëve. Një rast i rënd është regjistruar në Gramsh, ku një grup fëmijësh të një kopshti shtetëror dyshohet se janë helmuar pas konsumimit të ushqimit të kontaminuar. Ngjarja ndodhi në fillim të javës, kur 10 fëmijë u paraqitën në spital me simptoma të forta si të vjella dhe temperaturë të lartë. Sipas të dhënave paraprake, janë marrë gjithsej 72 mostra për analizë, prej të cilave 30 janë përzgjedhur për ekzaminime më të detajuara. Nga këto, 12 fëmijë rezultojnë të kenë shenja të helmimit, ndërsa një rast është konfirmuar se bëhet fjalë për prani të bakterit të salmonelës në organizëm. Dyshimet kryesore lidhen me ushqimin e ofruar nga kompania private që furnizon kopshtin, por deri më tani nuk janë kryer analizat mbi produktet ushqimore që u shërbyen fëmijëve. Autoriteti kombëtar i ushqimit është njoftuar dhe pritet të ndërhyjë gjatë ditës për të marrë mostra nga kuzhina e kompanisë dhe për të verifikuar burimin e infeksionit. Megjithë rrezikun e madh për shëndetin e fëmijëve, institucionet shtetërore nuk kanë dalë ende me një qendrim zyrtar. Heshtja përballë një situate alarmante ka rritur shqetësimin publik, ndërsa pritet me urgjencë zbardhja e plotë e këtij rasti dhe ndëshkimi i përgjegjësve.